Bashkimi Evropian ka aktivizuar kapacitetet më të mëdha ndonjëherë në kuadër të mekanizmit të mbrojtjes civile të BE-s, pak para sezonit të verës që shënon rritjen e rrezikut të zjarreve nëpër Europë. Siç bëhet me dije, paraprakisht në zonat me rrezik të lartë janë dislokuar 777 zjarrfikës dhe 14 vende europiane, ndërsa 22 avion zjarrfikës dhe 5 helikopter janë në gatishmëri për të mbështetur vendet e prekura. Qendra Evropiane e Koordinimit të Reagimit ndaj Emergjencave ka njoftuar se do të jetë në monitorim të situatës së zjarreve 24 shtat në të gjithë kontinentin përgjatë të gjithë sezonit veror. Çdo vend i prekur nga zjarret brenda ose jashtë BE-s mund të kërkojë ndihmë për shuarjen e zjarreve përmes mekanizmit të mbrojtjes civile të BE-s. Ndër shumë pasojat serioze të rritjes së temperaturave është rreziku në rritje e zjarreve në pyje. Në vitin 2025, sezoni i zjarreve në pyje ishte shumë mbi mesataren, me një sipërfaqe kumulative të djegur në Bashkimin Evropian prej më shumë se 1 milion hektarësh. Sezonet e zjarreve në Europë karakterizohen gjithnjë më shumë nga zjarre në shkallë të gjerë që kërcënojnë jetë dhe shkatrojnë zonat që kërkojnë periudha të gjata rikuperimi. Kjo është arsyeja pse BE-ja vazhdon të investojë shumë në programet e parandalimit dhe gatishmërisë për të zvogëluar rreziqet dhe për të reaguar më shpejt dhe në mënyrë efektive kur ndodhin emergjenca.